Në keqardhje ju them se ky raport e thotë të kundërtën. Titulli Reforma në ngërç reflekton gjendjen aktuale të kësaj reforme. Në keqardhje ju them se ky raport e thotë të kundërtën. Dhe kjo unë besoj që është mos respekt në rrallëpor ndaj partnerëve ndërkombëtar, të cilët kanë investuar me 10 miliona euro e bërë shikim funksional të sektorit të fundimit ligjit. Kam qenë pjesë e këtij shikimi prej fillimit dhe kur ka filluar në vitin 2016, 17 në rrugët e vitit, unë ka qenë ndër kampanjat më të rëndësishme që Republika e Kosovës i ka bërë prej çlirimit, mos shkollës pavarësisë. Por përmes rishikimit funksionale kemi bërë një rishikim strukturor, mos poshtë arkitekturës të institucioneve, pastaj të ligjeve, të bashkëpunimit, koordinimit ndër-institucional. Na kujtohet që kishim probleme me luftimin e korrupsionit, që kishim shumë agjenci, nuk di ke kush për çka është kompetente për me luftu korrupsionin. Kishim do të thotë probleme pothuajse sistematike. Ku kemi përfundu fatkeqësisht si këtë mund të themi që kemi përfundu ku as ndoshta 30-40 mos i hak që marrin ka më shumë detaje në strategjisë në zbatu. Tash ju tregoj është raporti i tretë që ne si këtë publikojmë do të thotë në 3 ditë të fundit për çdo vit për strategji. Rrugës kemi bërë fatkeqësisht që shumë ligje që miratu në 2-3 vitet të fundit janë miratu në kundërshtim me vetë objektivat e strategjisë. Këtë kemi një parti politike në pushtet, e cila ka miratu strategjinë 2021-2026, është pajtu me këtë strategji, edhe është pajtu do të thotë me aktivitetet, objektivat që kemi ndërmarrë për me spajtu në 5 vjet në vazhdim. Fatkeqësisht do të thotë kemi një numër të madh të ligjeve që fatkeqësisht janë hartuar me kundërshtim me vetë strategjinë. Titulli Reforma në ngërç reflekton gjendjen aktuale të kësaj reforme në sundimin e ligjit në Kosovë. Një reformë që filloi me pritje të mëdha, por që sot pas pothuajse 5 vite të miratimit të saj vazhdon të përmballet me vonesa, mungesë koordinimi, riplanifikim të dobët dhe progres të kufizuar në zbatim. Në fakt, kjo strategji u konsiderua si nga institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtar si ndërhyrja më ambicioze në sektorin e drejtësisë pas pavarësisë së Kosovës. Raporti që kemi sot pranë vetes dhe që po na prezantohet sot sjell gjetje serioze lidhur me zbatimin e strategjisë për sundimin e ligjit dhe planit të veprimit 2025-2026. Si kryesues i Këshillit Prokural të Kosovës, e konsideroj të rëndësishëm që këto gjetje të trajtohen me përgjegjësi, seriozitet dhe gatishmëri për reflektim institucional nga të gjithë ne që na referohet.